أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet janë për Allahun Zotin e Gjithësisë, mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi gjithë ju që jeni sonë të bashkë. Allahun e falenderojmë për gjithçka. Që na mundsoi dhe faljen e namazit të akşamit. Aty ka hapa librin e Allahut Kur'anin sonte. Është një kapitull i shkurtër që quhet ndryshe kapitulli i humezës. Allahu na ruaj për ata që ofendojnë, shajnë njerëzit padrejtisht. Edhe e parë do të thonë një smundje shumë të rrezikshme që njerëzit nuk i japin rëndësi. Çfarë thotë Madhe Zoti në Kur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Mirë për atë që ofendon dhe përqesh njerëzit. Ata e marrë. Është interesant se edhe vendi ku do hidhet në xhenem quhet Hutame. Dhe më poshtë vazhdon kapitulli i Kur'anit wa ma adraka mal Hutama. A e di ti ç'është Hutamja? Është një zjarr i ndezur fort. I ndezur. Dhe që është përgatit apostofat për atë që ofendon dhe shan njerëzit pa drejtësisht kot. Në formën e shakas, apo në formë të tjera të maskullën, por që rreziku këtij kur thotë Allahu xhallahu veilun, mirë për atë se çka e pret. Mirë për atë se çka do të ndodhi. Mirë për atë se çka është përgatit për atë. Pra mirë nuk përfundojnë asnjëherë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë tek kjo smundje, tek ky rrezik, ka thënë: mos shani dhe mos ofendoni të tjerë. Dhe njëna nga bashkëshortet, Aisha, Allahu më shëroft, vjen dhe i thotë: ja Rasulullah, unë për filanën një ditë kam thonë që ajo është shkurtabike. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë: ke thonë një fjalë që nëse do ta hidhsh në det, edhe detin do ta trublonte. Që në kohën tonë me shah një vajzë apo një grua apo një nom, me kaq fjalë ne s'do të na dukej asnjë gjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë këtë vëllë deti. Vetëm me fjalën shkurtabike, e shkurtër, apo Zot na ruaj, themin e topallë, e shtremë, qorre, e zezë, e barë, qindra emra që i përdorin. Allahu thotë veilun likulli humazatin lumazah. Mirë për atë që qartë të mëjtë që e pret këtë njeri. Alladhi jama'a malan wa addada. Edhe ai i cili ka mbledh pasuri dhe mendon që mos t'i paksohet, e ruan atë që mos t'i paksohet. Grupi i dytë. Pra karamos të mos dënjos, si që në shumica e njerëzve të cilët s'kan iman, s'kan besim, karamos të mos dënjos. Edhe rritëshni me i siklet mos që mos t'i paksohet pasuria. Deri në shkallë, sa që nuk pranon qoftë edhe gjysmë leku t'i falë dikujt, marohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që kjo është vezvese e shejtanit. Allahu xhallahu thotë: a ju frikson me varfëri, Allahu me pasuri. Edhe po të vjen re, rrim kaq nga dëshmëritë atyre njerëzve të cilët kanë pasuri, por që nga Afrika e paksimit nuk janë.
Elledhi gjeme amalen ove atëtek. Dhe me thanë, mbledh, grumullon, e ruën se mos t'i paksohet. Nuk jep nga Afrika se mos t'i paksohet. Edhe thotë Allahu Gjellë, për këtë është përgatit ajo hutamja. Ka është hutamja? Një zjarë shumë i ndezur, një zjarë flakrus, një zjarë i të mërshëm, zjarë që edhe me lekë të Allahu të trembën. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të afrohet ky zjarë me xhehenemin, aq i keq, aq me erë të keqe, aq i nxehtë, aq i të mërshëm, sa që edhe me lajket që nuk kanë asnjë gjuna, kapen mbas arshit Allahu. Kur vjen xhehenemi, kapen mbas arshit Zotit. Në Afrika, se mos po bien të. Pra po të jo besimtare, arruhesh prej këtyre dy gjanave të rrezikshme. Që të mos e shahesh, mos ta ofendosh tjetrin. Pa drejt. Pa edhe me të drejt, jo. Se normalisht, dami është shumë i madh sepse shahen krijesën e Allahut. Ofendon krijesën e Allahut. Pra edhe ai që s'ka mend, po Allah e vendon për mend. Edhe ata duhet me marrë për dorë. Po edhe ata që e shohin pishëm, edhe ata duhet me trajtohu si njëri. Sepse ne mund të ishim vend të tij, të pauzuar, në përfeve. Kush na drejtoi? Allahu që e ka. Pra edhe ai duhet marrë për dorë. Tregojnë për rastin e një personi që e kanë parë dhe kanë gjetur në një ferë të deshur. Po interesant, ato në ferë thoshte La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Besimtari, Zoti më shëroft, që kalon aty, shkosh që La ilaha illallah Muhammed Rasulullah namazin e sabahut, po shkon në xhami në ferë. Shkon e shikon njeri. I ngjon edhe të erën e alkoolit që kishte pi, e mori, e çoi ke shtëpia, e lau, e shplau, e pastroi nga ana jashtë. Masi e mbaroi pastrimin, çfarë tha? O Zot, unë ja pastrova trupin, ti pastroj zemrën. Ti pastroj zemrën. Thot personi, Hasan el-Basri, Allahu më shëroft, i cili ka has këtë njeri, që kur themi Hasani, kemi të bëjmë një njeri që është shok, i shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe të nesër më the kam pa për para me në xhami. Pra jo ta gjuj me të budove, jo me e gjuj. Jo me e gjuj të të pjanesin, apo atë lavirin që është të tje prostitut, por mundësisht me e marrë për dore. Edhe me e qo të këveni, edhe me e këshilu, edhe me e pastru, edhe ne zakonisht në vend shpesh, edhe të shti ka fillut në vend njoni namaz drejt. Vlezët nuk t'i e kanë mure, e trajtoj me kaq butësi, me kaq respekt, sa që do të thoshte në njoni për ju shohur, s'na ke respektu ne, kaq sa këtë njëri. Ajo banja një 2 muaj që ka filluar dhej, edhe ashtu vjen pishëm, por i përmajqëm. Pra, Allahu inshallah do t'ja hapi zemrën. Sikur veproi Hasani, ne po ja lajmë trupin, ne po i flasim fjalë pina. E inshallah do Zoti Allahu ja pastron zemrën, edhe ja udhëzon zemrën. Ama absolutisht shkore pjanes, shkore rrugash, shkore maskarat, shkore keq, jo. Drejt, pa drejt, të ruje këtë fjallë të Allahu që të shënëru, se Allahu do të vejdu mirë për atë. I shanë i ofendon njerëzit pa drejtësisht. Zotin na rujt inshallah për i kësaj smundje të rrezikshme. Allahu na falë në mëshirë.